tek sugjerimet tona. Mirë, i përmendim shpejt e shpejt edhe I përmendim patjetër Pretty Woman. Po, filmi i dytë është Notting Hill. 3 metri sopra il cielo. Vazhdojmë me Palm Springs. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, Anyone But You. Mirë, tani do të flasim pak më gjatë për secilin prej tyre. Do ta nisun me Pretty Woman i vitit 1990 me regji të Gary Marshall, një nga romancat komedit më ikonike të gjitha kohërave, ku Julia Roberts luan Vivian, një punonjëse seksi që bie në dashuri me një biznesmen të pasur, Edward, i cili luhet nga Richard Gere. Filmi pati një sukses të jashtëzakonshëm komercial me mbi $463 milion fitime në mbar botën dhe i solli Julia Roberts një nominim për Oscar si aktoria më e mirë. Banda zanore, pra kolona zanore dhe skenat e paharrueshme kanë bërë atë një film kult të gjitha kohërave nga viti 1990 e në vazhdim. Tani, edhe pse sipas renditjes më vjen të them filmin tjetër, nuk ta jap shansin të flasësh për 3 metri sopra il cielo. Sa keq. Kështu që po anashkaloj një prej. 3 metri sopra il cielo është një produksion i vitit 2004, një film i jashtëzakonshëm, do thoja unë, një romancë nga ato që duket jenë tepër të forta dhe patjetër që ka pasur një ndikim në rritjen dhe adoleshencën e secilit. Dy të rinj me jetë shumë të ndryshme, bëhen bashk, bjen dashuri, edhe përjetojnë drama, po njëkohësisht edhe një prej historive më të bukura të dashurisë. Kë ka marrë malli për 3 metri sopra il cielo, pse jo të mos i rikthehet edhe një herë. Ka disa versione, paktën nga ato çfarë un kam parë, është edhe një version spanjoll, është një vazhdimsi e filmit, e historisë, por që ai pari është i pakrahasueshëm. E vërtet, ti flet dhe unë dëgjoj dhe rikthej në memorie atë film që vërtet ishte një gjë shumë e bukur e adoleshencës son. Dhe ti bëre mirë që fole për 3 metri sopra il cielo, sepse më le mua të vazhdoj aty ku e kisha lënë, pikërisht tek Julia Roberts. Filmi i radhës Notting Hill i vitit 1999, një komedi romantike e drejtuar nga regjisor Roger Mitchell dhe e shkruar me skenar të Richard Curtis. Filmi tregon historinë e një librashitësi të thjesht londinez, William Thacker, i cili luhet nga Hugh Grant, i cili bie në dashuri me një aktore të famshme hollywoodiane, Anna Scott, e cila luhet nga Julia Roberts. Filmi pati sukses të madh komercial, duke argëtuar mbi $364 milion nga një buxhet modest prej rreth $42 milion. Buxhet modest buxhet modest krahasim me filmet, ne as i honorojmë këto shifra. Duke u vlerësuar për humorin, kimin mes protagonistëve. Filmi fitoi disa çmime, përfshirë çmimin BAFTA për komedinë më të mirë britanike dhe u nominua për shumë të tjera. Kolona zanore e filmit dhe skena ikonike si ajo e I'm Just a Girl Standing in Front of a Boy mbeten të paharrueshme në kulturën pop, duke e bërë filmin sërish një tjetër film kult. Vazhdojmë me Palm Springs i vitit 2020 me regji të Max Barbacoa, një romancë komedi me një twist fictionit ku dy personazhe mbeten të bllokuar në një rreth kohor në një dasmë në Palm Springs. Filmi u vlerësuar për kreativitetin dhe interpretimin e Andy Samberg dhe Kristen Milioti. U shfaq premier në Sundance Film Festival dhe u shit për një rekord prej $17.5 milion, duke bërë kështu mbledhja më e madhe në historinë e të gjithë festivalit. Dhe vim tek filmi i fundit, unë prandaj e nisa i pari sepse doja që të flisja për filmin e fundit, Viola. E kemi diskutuar edhe këtu në Kinotek në Sol në sezonin e kaluar, i rikthehemi sepse siç ty të pëlqen ta thuash, është një film që mund ta rishohësh edhe sërish të jep një shije të mirë. Është Anyone But You i vitit 2023 me regji të Will Gluck, një komedi romance moderne me protagoniste Sydney Sweeney dhe protagonist tjetër Glenn Powell, që u bë një hit i papritur i vitit 2023. Filmi u vlerësua për kimin e aktorëve, ajsa menduam, jo vetëm ne, po gjithë bota menduam se ishin të lidhur në fakt, ata ishin thjesht aktorë, nuk kishin asnjë lidhje me njëri tjetrin, dhe për humorin e tyre të lehtë dhe në situata të ndryshme. Pati një performancë të mirë financiare me rreth $170 milion fitime, pavarësisht buxhetit modest. Dhe tani do të shkojmë tek librat që kemi përzgjedhur. Do të vijojmë me të parin, bëhet fjalë për Edukimi i ndjenjave i vitit 1869 nga Gustave Flaubert. Vepra tregon për jetën e Frederick Moreau,
një ri idealist që bie në dashuri me zonjën Arnox, një grua e martuar dhe më e madhe në moshë. Përmes kësaj dashurie të pamundur, romani eksploron zhgënjimet personale dhe shoqërore të protagonistit, duke ofruar një pasqyrë të detajuar të shoqërisë franceze gjatë revolucionit të vitit 1848. Flaubert kombinon mjeshtërisht historinë personale me ngjarjet historike duke krijuar një panoramë më të gjerë të kohës. Ky roman konsiderohet në fakt një nga veprat më madhështore të shekullit të 19 duke trajtuar temat e dashurisë, ambicjes dhe dështimit në një shoqëri që është gjatë gjithë kohës në ndryshim. Dhe nga një peshë e rëndë si Gustave Flaubert dhe nga një roman gjithashtu peshë e rëndë e shekullit të 19 si Edukimi i ndjenjave, do të shkojmë që flet për dashurinë sigurisht dhe eksploron këtë temë. Do të shkojmë tek një tjetër roman, disi më i lehtë, po themi kështu, Easy. Dashuria nuk është gjithmonë e lehtë. Take it easy. I vitit 2012 nga Tamara Weber. Libri është një roman për të rinj që trajton temën e dhunës kundër grave. Historia ndjek Jacqueline-ën, e cila pas ndarjes nga i dashuri i saj përballet me një sulm nga një shok i ishit, pra i ish të dashurit. Ajo shpëtohet nga Lukasi, një huaj misterios që më vonë rezulton të jetë në të njëjtën klasë me të. Ndërsa Jacqueline përpiqet të rimarrë kontrollin e jetës së saj, zhvillon një lidhje pikërisht me Lukasin, duke u përballur me sfida emocionale dhe duke eksploruar tema si vetbesimi dhe fuqizimi personal.